Një rast i rënd i dyshuar për sulm seksual është raportuar më 7 prill në Gjakov, ku një nënë së bashku me vajzën e saj të mitur kanë denoncuar në polici një familjar të afërt, ndërsa sipas burimeve të mediumit ton, i dyshuar është babai i vajzës, Musa Sinanaj nga fshati Hereq. I mitur është ndërvestuar nga hetuesia në prani të përfaqësuesve të qendrës për punë sociale, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të gjykatës është caktuar masa paraburgimit prej 1 muaji. Sipas prokurorisë, rasti dyshohet të ketë ndodhur me 1 prill, ndërsa për shkak të ndjeshmërisë së lartë, detajet janë kufizuar dhe hetimet po vazhdojnë. Autoritetet vazhdojnë të bëjnë thirrje për luftim të çdo forme të dhunës, duke theksuar se dhuna, veçanërisht ajo brenda familjes, mbetet një nga problemet më shqetësuese në shoqërinë tonë. Sipas tyre, rastet e tilla shpesh mbesin të fshehura për shkak të frikës dhe presionit, gjë që vështirëson ndërhyrjen në kohë. Institucionet përgjegjëse apelojnë që dhuna të mos tolerohet në asnjë rrethon dhe që çdo dyshim apo rast të raportohet menjëherë, në mënyrë që të parandalohet përshkallëzimi i saj dhe të mbrohen viktimat.